Është e vërtet që BE ka kërkuar që të shmangët kjo gjë, por Kushtetuta e Republikës Shqipërisë ka sankcionuar lirinë e shprehjes në këtë rast. Por problemi është që pikës pari ka një problem shumë theksuar i përcaktimi i statusit gazetarit. Çfarë është ky status i gazetarit që e merr dhe kush e përcakton? Shumë e rëndësishëm si do përcaktohet. Për shembull në botë sot gazetarët shumë interesant dhe që prodhojnë audiencë shumë të madhe janë freelancer. Për herë të parë ne në Zyrën e Valje pam gazetarë që vinin nga mediat, rrjetet sociale, podcastet e tjera, pra u bën pjesë sepse ato prodhojnë opinion publik. Këtë rast dhe ti nuk më një shmangësh dot. Bota po shkon për te. Dhe më lejo këtu të bëj një parantezë sepse në Itali po bëhet nami nga Fabrizio Corona me podcastin e tij. E kam ndjekur po. Madje detyroi dhe Mediasetin të lëshonte një deklaratë të fuqishme. Për Big Brotherin po. Jo thjesht për Big Brotherin, por abuzimet seksuale të drejtuesve të Mediasetit, të njerëzve më të pushtetshëm të televizionit italian. Në emër të lirisë së shprehjes, ai kërkojnë që podcasti i tij Falsissimo, që transmetohet në rrjetet sociale, të shfaqet. Gjykata ka dhënë një vendim kundër transmetimit, ai gjithsesi pjesën e dytë dje e pardje e ka transmetuar. Domethënë është një debat shumë i madh ky edhe në vende me një legjislacion shumë zhvilluar se Shqipëria. Mora eksperiencën në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse ai thotë liria e shprehjes, ndërkohë këta thonë Fabrizio Corona nuk është gazetar. Ka favorizim në kushtetutë nuk punon në një media tradicionale të Republikës Shqipërisë, por edhe vendeve përkatëse pra është dhe në amendamentin i parë në Kushtetutën e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Por ajo çfarë duhet theksoj është pikës pari, ka njerëz që për hir të vërtetës duan të timëshojnë fort faktit që të prevalojë gjoja puna gazetare. Dhe këtu futemi një problemin më të rrezikshëm që ka Shqipëria. Që është? Që është institucioni i medias. Institucioni i medias në Shqipëri lidhet me modelin ekonomik të saj. Është e pashmangshme të shkëpusësh modelin ekonomik me median, se kur thu media ti ke parasysh në kokë një sër parimesh, por në realitet nuk ekzistojnë këto parime. Sepse modeli ekonomik që ka ndërtuar mediat është i varur kryekëput tek PPP-t dhe koncesionet që jep qeveria. Unë nuk njoh media në Shqipëri, media të mëdha, nëse nuk e hap rubinetin qeveria për t'i ushqyer, ose përndryshe janë të marra fort. Problemi i qeverisë, jo i mediave, Po, institucioni, se du të them diçka. Kjo është problemi i qeverisë, por është dhe një problem që mediat i kanë rashë shkurt dhe kontrollojnë totalisht punën e gazetarit. Pra, kjo është një falsitet që të dekriminalizojmë shpifjen për gazetarët. Është falsiteti më i madh. Gazetarët janë të censuruar dhe madje shkojnë edhe akoma më shumë dhe të vetë censuruar. Nuk kemi vetëm një tipar nga koha e regjimit që të fillojnë shkruesit, siç ka ndodhur në kohën e regjimit totalitar, që thonin filan gazetar, Ezan Frok Çupi ose Mitro Qela, për thënë këtu ka gabuar sepse magazina e peshkut në Lezhë ka prodhim shumë të madh dhe ne dënojmë gazetarin. Mungojnë letrat e frontit nga lexuesit sepse në pjesën tjetër ne kemi çdo tipar të medias nga periudha totalitare, kemi censurën dhe vetë censurën e gazetarëve për shkak modelit ekonomik që ka lidhur. Dhe media ka probleme shumë të theksuara, që së pari duhet të ketë gazetari, duhet të ketë modelin ekonomik të tij, duhet të ketë lirinë ekonomike, pa pas lirinë ekonomike nuk ka liri shprehje. Tu ke gazetar pa kontrata, tu ke gazetar që hiqen nga puna me një urdhër dhe me një telefon, me një mesazh të pronarit dhe hikën direkt nga puna. Gjykatat nuk e marrin fare parasysh, as nuk bëhet fjalë të kthehet në punë dhe mbi gjitha, nëse gazetari reziston për të kthyer në punë nëpërmjet sistemit gjyqësor, ai nuk gjen punë as në media të tjera. Sepse e kërcojnë dhe kjo është një krizë shumë e thellë për sa i përket statusit gazetarit. Një. E dyta, kush do ta përcaktojë dhe çfarë është gazetari sot? Çfarë roli? Është një njeri që prodhon opinion publik. Është një njeri freelancer i cili ka pasion këtë gjë dhe merr një çantë, një laptop, një kamerë dhe prodhon produkt gazetaresk, prodhon fakte, prodhon raste nga. Pra kush do ta përcaktojë, kush është ky regjistër që e fut? Janë të gjithë ata studentë që kanë mbaruar gazetari komunikim. Kush? Si është statusi? Janë ata që punojnë në institucione të mediave. Po pse mediat klasike sot janë gazetari? Kundazi, në gjësë do mendimin tim, njerëzit që kanë dëmtuar më shumë lirinë e medias dhe gazetarinë profesionale janë televizionet dhe gazetat.